Policia në Shkup ka arrestuar një 19 vjeçar nga fshati Bojani, dyshuar për vrasjen e një 18 vjeçari nga njëjti fshat. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, ngjarja ka ndodhur më 15 maj të vitit 2026 në një pyll afër Sarajit, ndërsa arrestimi ishte bërë më 17 maj në orët e para të mëngjesit. I dyshuari MB ka pranuar veprën, ndërsa policia ka gjetur trupin e viktimës dhe armën e dyshuar të përdorur në krim. Kundër tij do të ngrihet kallëzim penal për vrasje. Денеска 50 минути по полноќ во село Бојане, скопско, полициски службеници од секторот за внатрешни работи Скопје го лишија од слобода 19 годишниот МБ од село Бојане поради основано сомнение за сторено кривично дело убиство по член 123 од кривичниот законник. Предходно на телефонската линија за итни повици 192 се јавил неговиот татко ИБ и пријавил дека МБ му признал дека на 15 мај оваа година во шума во околината на Сарај со пиштол го усмртил 18 годишниот БД од Бојане. Од страна на полициски службеници МБ е приведен во полициска станица, а пронајдени се и телото на БД и пиштолот со кој е извршено убиството. По документирање на случајот против МБ ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Prokuroria kërkon paraburgim 48 orësh për 19 vjeçarin, nga ku thonë se po vazhdon procedura e mbledhjes së provave, ndërsa është vënë urdhër për kryerjen e autopsisë. Ekziston dyshim i bazuar se veprën penale e vrasje, sipas nenit 123 paragrafi 1 të kodit penal, e ka kryer një 19 vjeçar nga i njëjti fshat, i cili është privuar nga liria. Megjithatë, duke pasur parasysh se grumbullimi i provave është ende në vazhdim dhe ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezik karatisje, mundësi ndikimi mbi dëshmitarët dhe fshehje të gjurmëve, si dhe rrezik që i dyshuari të kryejë vepër tjetër penale, prokurori publik i ka kërkuar gjykatësit të procedurës paraprake të caktojë masën e paraburgimit afatshkurtër prej 48 orësh deri në sigurimin e të gjitha provave dhe hapjen formale të hetimit, thon kështu nga prokuroria.